Selam aleikum shikues të dashur. A jeni të gëzuar për Ramazan? A mund të fillohet emisioni më bukur se me ezan nga shoku jon Xhemali? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu an الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Këtu kemi 3 shoqja dhe të t'i pyes se si quhen dhe çfarë kanë përgatitur për ne. Si quhesh? Unë quhem Mabel Hoxha. Çfarë keni përgatitur për ne? Ne kemi përgatitur historinë e pejgamberit Ademit alayhi salam. Mashallah. Vazhdo me shoqen tjetër. Si quhesh? Unë quhem Nela Dermaja. A je gëzuar për Ramazan? Po, Vazhdo me femin me shoqen tjetër. Si quhesh? Unë quhem Ena Fici. Çfarë të pëlqen më shumë ti tek Ramazani? Më pëlqen sepse agjërojmë dhe është një festë shumë e bukur për musliman. Mashallah, a mund të filloni me historinë? Po. Fillo. Allahu është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Ai vepron dhe krijon çfarë do që don ai. Allahu tha melekëve, unë do të krijoj një mëkëmbës që të zbatoj ligjet në tokë për të gjithë zotnat. Melekët i thënë Allahut: a do të çosh atje një njeri që do të bëjë çrregullime dhe do të derdh gjak në të? Po, u tha Allahu melekëve, unë e njoh atë, ju se njihni. Allahu i tha melekëve që t'ja tregonin emrat e të gjithë sendeve. Melekët i thënë Allahut, ne e dim vetëm atë që na ke mësuar ti gjithashtu je i gjithë dituri dhe më i urti. Allahu i tha Ademit alayhi salam që t'ja tregonte të gjithë emrat e sendeve melekëve. Dhe i tha melekëve që të uleshin në sejdë në shenjë respektimi për Ademin alayhi salam. Iblisi që ishte njëri ndaj melekëve nuk u uli në shenjë respektimi për të, sepse ishte i bërë nga xhindët. Allahu i tha: pse nuk ulesh në shenjë respektimi për Ademin alayhi salam dhe kundërshton urdhrat e mia? Iblisi i tha: unë jam më i mirë se ai, atë e krijove nga balta, kurse mua më krijove nga zjermi. Allahu i tha: ashtu del jashtë nga xheneti. Ti nuk i përket të mirëve. Ti je një pjesë i të poshturëve. Meleku i tha Allahut: a mund të më jepet afat deri në një ditë kur të ringjallohen ata? Allahu i tha: ty do të jepet afat deri në një ditë të caktuar. Ademi alayhis salam jetoi në xhenet. Ai kishte çdo gjë që dëshironte. Allahu i tha Ademit: o Adem, bano ti dhe bashkëshortja në xhenet. Hani ç'të dëshironi, për mos i afroni asaj peme, se do të bëheni keqbërës. Shejtani iblisi donte të hakmeroj në mënyrë tindze, sikurse të këshillonte i thoshte: Zoti juaj ju e ka ndalur për mend, vetëm që të mos bëheni malike ose pavdekshëm. Pasi mundimeve të shumta ima shtroi me dinakërin e tij. Pasi shëjun frutën, i u zbuluan vendet e turpshme. Nisën të mbuluan me gjethat e xhenetit. Zoti thiri: a nuk ju a kishem dalur une atë peme? A nuk ju pata thënë se djalli i vërtetë është armiku juaj i hapet? Ademi i mësoi disa fjalë që të kërkonte falje nga Zoti i tij. Ata thënë: o Zoti ynë, nëse ti nuk na fal, ne do të jemi të humburit. Zoti ju pranoi pendimin dhe kërkoi që të nxirren jashtë nga xheneti për në tokë. Mësimet e dobishme. Nuk e dini të fshetën askush posa Allahut.
Melekët janë krijuar nga drita, gjindën nga zjarri dhe njerëu nga dheu. Lakmia dhe xhelozia janë prej cilësive më të shëmtuara që e dërgojnë personin në zjarr. Ne besojme se Allah e ka krijuar Ademin a.s. me duart e tij dhe i dha shpirt atij. Ndërimi i Allahut të lartësuar për Muhamedit a.s. mbi melaikët ishte me dituri. Mashallah, sa histori e bukur është kjo. Vazhdo me fëmijë të tjerë. Këtu në studio kam plot fëmijë nga mejtepi i xhamisë së Pashës dhe më herën do të fillojmë me fëmijët që kanë përgatitur sura. Mund të filloni surën. Allahu ehad, Allahu samad, lam yalid, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mashallah, vazhdo me fëmijën tjetër. Çfarë ke përgatitur për ne sot? والعصر Mund të fillosh? والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mashallah, vazhdo me nxënësin tjetër. Si quhesh? Ajhan, Çfarë ke përgatitur për ne sot? surën Ikhlas. Mund të fillosh? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, vazhdo me nxënësin tjetër. Si quhesh? Unë quhem Fishat. Çfarë ke përgatitur për ne sot? Subhanaka. Mund të fillosh? Po. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka. Mashallah, vazhdo me nxënësin tjetër. Si quhesh? Unë quhem Abdullah. Si të pëlqen Ramazani? Mua më pëlqen që agjerojme dhe pastrojme trupin me agjerim. Mashallah, çfarë ke përgatitur për ne sot? Unë kam përgatitur sot surën Nas. Mund të fillosh? Kul a'udhu rabbi nas, meleki nas, ilahi nas, min sharri waswasi nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Mashallah, vazhdo me nxënësin tjetër. Si quhesh? Shko me surën që ka përgatitur Rushdi për ne. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Mashallah, këto ishin nxënësin nga Xhamia Pashës. Çfarë do t'i themi të gjithë teleshikuesve? Selam aleikum.